Një shpërthim i fuqishëm u dëgjua deri në qendër të kryeqytetit dhe më pas lajmi se ishte vrarë një shtetas palestinez, diku në një banesë pas ambasadës amerikane. Një ngjarje e regjistruar që në mëngjes herët në rrugën Budi, ku viktima është identifikuar si shtetasi palestinez nga Betlehemi, Anwar Rizik, një nga menaxherët kryesor të fabrikës së çimentos në Fushkruj. Viktima Anwar Rizik jetonte në Shqipëri që prej disa vitesh dhe ishte i martuar me një shtetase shqiptare me të cilën kishte edhe 2 fëmijë të mitur. Ka qenë momenti kur Rizik po nisej për në punë si çdo ditë, kur shpërthimi në derën e shtëpisë i ka marrë jetën, pa kuptuar asgjë që po ndodhte. Fatmirësisht, gruaja dhe fëmijët nuk ndodheshin në shtëpi në këtë moment. Zhurma e shpërthimit ka tërhequr vëmendjen e banorëve të zonës në rrugën Budi dhe më pas edhe të policisë e cila ka mbërritur me urgjencë në vendin e ngjarjes. Agjentët e policisë e kanë gjetur pa jetë shtetasin palestinez dhe menjëherë kanë nisur hetimet për ngjarjen. Pas aludimeve për aktivitetin e tij në Tiranë është konfirmuar zyrtarisht se Anwar Rizik ishte zëvendës menaxheri i përgjithshëm i fabrikës së çimentos në Fushkruj dhe pista e parë e hetimit është orientuar pikërisht drejt qytetit të vogël, pa kilometra larg Tiranës. Burime policore thanë se dyshohet se në derën e banesës së viktimës ishte vendosur një granatë e cila ishte llogaritur të shpërthente sapo të hapej dera, ose personat që kanë kryer krimin kanë qenë në vend duke pritur momentin e duhur për ta hedhur në këmbët e palestinezit të naturalizuar si shqiptar. Ekspertët e antiterrorit dhe policisë së kryeqytetit kanë bërë ekspertizën e vendit të ngjarjes duke marrë edhe provat e vendit të krimit, kurse trupi i masakruar nga shpërthimi është dërguar në morgun e Tiranës. Menjëherë pas veprimeve në vendin e ngjarjes, forcat speciale kanë mbërritur në Fushkruj, ku kanë kryer operacione të shumta në fabrikë dhe në fshatin pranë objektit, ku janë shoqëruar rreth 20 persona. Kjo fabrikë ka qenë shpeshherë në shënjesër të sulmeve të ngjashme me lëndë shpërthyese nga konflikti me banorët e zonës, të cilët nuk e kanë mirëpritur asnjëherë kompaninë investuese. Dyshohet se vrasja e Rizik ka lidhje pikërisht me aktivitetin e tij si një nga menaxherët kryesor të fabrikës së çimentos.